Ne gjithë dim se sa shumë i ka kontribu PDK-ja në vazhdimsinë historike të saj, linçimit, thyrjes, etiketimit, kështu që nuk është korrekte me paraqitë si diçka tre që po ndodh sot. Je pak më në moshë se unë. E din çfarë polarizimi shoqërore politik ka pas sa ka qenë për shembull gjallë presidenti Ibrahim Rugova dhe Hashim Thaçi. Me çfarë etiketash e me çfarë sulmesh janë përballë këto dy parti. Kështu që mos e paraqit si lutem sepse gjithë qytetarët e dinë. Dakor, nuk ndërpreva. Me akuzë nuk ndërpreva. A LDK-ja ju ka sulmuar tjetër, edhe ka sulmuar LDK-ja, e keni sulmuar LDK-n atë. Ja, t'jena korrekt tash. Domethënë, një çështje e tillë, veç pak, veç ta përfundoj, lutem se dëgjova. Diçka të orkestruar nga Partia Demokratike ndaj asnjë subjekti. Me problemin e vetëm që e kem në PDK-ja që ka pas vetë një problem. Ka fal ata që kanë gabu gjatë rrugës, po ata tjerë nuk na kanë falë. Shumë rregull, kish një pyetje. A shkani jo me vetvendosin këta që kanë linçu, a shkani? Zonë ruse. A shkani se nëse thu që jo, keni rregull, ama liderët e juj të partisë, me që ta antidemokratë, ju jeni në dhomë të pritjes për mju marë.